Në vitin 2017 kemi pas një operacion ku pronat të ndërmarrjeve shoqërore, të cilat kanë qenë të uzurpura dhe kanë qenë me mira në Kosovë, janë liru prej AKP-s dhe policia vetëm ka asistu. Pra, prona shoqërore, kur qeveriset prej ndërmarrjeve, ndërmarrja mundet me bëjë çka dojnë me pronën e vetë. Nuk ka shku në atë situatë, kur ka qenë ai rast, nuk ka shku Kadri Veseli, me veti Isa Mustafën që ka qenë kryetari i komunës Prishtinës, a me hi mi liru lokalet e Grandit, të cilat kanë qenë në pronësit Grandit. Po i ka marë policin, e kanë siguru zyrtarin e AKP-s, dhe ajo hi ka qitë uzurpatorët prej aty. Edhe në këtë situatë, pra nëse po dojmë një pronë shoqërore, me liru hapësirën e vetë, banorët, unë plotësisht pajtoj, që kanë të drejtë me kundërshtu në gjykatë. Po komuna nuk ka rol në pronat e Trepçës. Përpos nëse ka marrëveshje me ndërtu diçka në këtë sistem. Dhonë e kom pa dhe letrën e komunës, e kom pa dhe tendencën. Banorët nuk e kanë kundërshtu me padi gjyqësore. I vetmi mekanizëm që e bllokon rënimin aty është gjykata. Pra këtë element po e përmeni. Dhe percepcionit e cilën na jemi duke ja u dërgu njerëzve atje, që shteti policor është instalu. Jo, janë instalu qeverisja normale e secili institucion mbi pronën e vetë. Nuk janë të pajtu. Jo, po e shohim juridikisht çush ekziston. Po e shohim në aspekt ligjor çush është të ndërtuar më kjo çështje. Pra, Trepça e ka pronën. E ka lshu pronën mbi një kontratë. Dhe ka të drejtë me zbatu kontratën e vetë. Ne e kemi 6.000 pronat e uzurpuara tërë Kosovë. E kemi sepëcilat e kanë edhe vendimet e gjykatës apele, që është prona e ato njerëzve.